Unë jam Irakli Pina, anëtar i kryesisë së Forumit Rinor të Partisë Demokratike. Prej një kohe të gjatë, më tepër pas zgjedhjeve lokale të 2023-shit, kam pasur dilemën nëse duhet të vazhdoj të merrem me politikë ose jo. Nëse duhet të vijoj angazhimin tim ose jo. Hera herë si çdo kush këtu jam lodhur, jam mërzitur, madje edhe i pata premtuar vetes të bëj një hap pas. Por së fundmi e kam shkelur këtë premtim timin sepse kam filluar të logjikoj ndryshe. Kam filluar të kuptoj se aksioma e heshtjes si pohim mua nuk më përfaqëson. E për këtë shkak kam zgjedhur të flas për të qenë përballë qeverisë si çdo ditë time, por edhe duke e parë në sy realitetin e të flas brenda familjes time politike. Por të mos bërë të pakënaqurin në organizime paralele, as të indinjuarin se zëri ndryshe nuk dëgjohet. Angazhimi im politik është një mision shpirtëror që prevalon mbi ankesat dhe më fisnik se fjalët pas shpine. Ndaj zgjedh të flas këtu, bashkë me ju, bashkëudhëtarët e mi të çdo dite. Do përpiqem të jemi sintetizuar, pa korniza i drejt për ato që sipas meje nuk funksionuan pas rithemelimit tonë. Bashkimi në diversitet jo si tezë, por si qasje dhe figurat politike të ardhura prej tij, nuk u përqafuan nga demokratët e aq më pak nga qytetarët. Dështuan në zbatim. Edhe sot e gjykoj të gabuar imponimin kundrejt demokratëve të disa figurave të papëlqyera mes nesh. Madje e gjej krejt pavend gradimin e tyre në pozita drejtuese brenda PD-s apo grupit parlamentar. Shkelmuan pa kumtim procesin që vetë pompuam aq fort si shembull të demokracisë së brendshme, primare. Ju morëm hakun disa prej më të votuarve. Koncepti i demokratëve monark pas Karrigës, sidomos Karrigës opozitare, nuk i shkon PD si koncept. Çdo kush ka një cikël politik. Të gjithë jemi të zvendësueshëm dhe PD po riciklon, nuk po i gjeneron breza. Ndaj dhe frutet e saj morën në rezultatet zgjedhore. Më e rënda dhe e fundit e kësaj diagnoze ka të bëjë me sjelljen tonë politike pas 11 majit. Aty ku ne nuk guxuam të bëhemi bashkë, të ulemi, të analizojmë, të reformohemi seriozisht, ta shohim njëri tjetrin në sy dhe të ngrihemi mbi baza të shëndosha, të sinqerta, gjithëpërfshirëse. Dua të them në këtë shes se ne nuk kemi nevojë për aleat fiktiv për krah. Koalicioni jonë nuk mund të ndërtohet me veglën personale të Erion Velia që nga protesta studentore e vitit 2018, Arlind Qori. Koalicioni jonë nuk mund të ndërtohet me partitë e atij që për turpin dhe çmendurin tonë përbashkët u bë avokat populli dhe para 11 majit ishte kundërshtari jonë i betuar. Koalicioni jonë s'ka pse të jetë dikush që ngro karrige në trotuar e as dikush që mbledh firmat në çadër për asgjë. Koalicioni jonë janë fillimisht të djathtë tradicional. Ata demokratët që prodhuan mbi 500.000 vota bio pa sigël, pa logo e pa vul. Koalicioni jonë janë ata qytetarët e pa angazhuar që ju referohemi si elektorat gri. Ama duhet të reformohemi ne për të trokitur në ata hambar votash. Koalicioni jonë janë ata që ndajnë të njëjtat bindje me ne, por ne nuk jemi politikisht të besueshëm për të na bashkuar. Për këtë duhet punojmë, për këtë duhet synojmë. Koalicioni jonë janë profesionistët, bizneset, të rinj, ato forca politike tradicionalisht të djathta. Me ta kemi ndarë opozitën, me ta të ndajmë çdo hap tonin. Koalicioni jonë nuk ka nevojë për emra partish, ka nevojë për zemra qytetarësh. Unë gjykoj se qeveria Rama e ka përfunduar ciklin e saj politik. Skandalet e vjellit e tyre flasin më shumë se çdo fjalë e jona sot në shesh. Sytë dhe veshët qytetarët i kanë të hapur, ama po aq të hapur i kanë dhe ndaj alternativës tonë, drejt një hapi të madh që të gjithë neve duam. Për ta përmbyllur, me shumë respekt do t'ju drejtoj një thirrje personale juve doktor. Mos i besoni produktit të importit, nga do të vinë ata. Është produkt i kalbur, do lulëzonte aty ku ishte nëse do ishte i mirë. Mos i besoni kapërcimeve politike të çdo lloji, mos i besoni kameleonëve. Besojini produktet made in Partia Demokratike. Besojini të rinjve dhe të rejave që e kanë lënë vitet më të bukura të tyre në sheshe protestash. Besojini vlerave dhe njerëzve të papërlyer, profesionistëve më të mirë të këtij vendi. Besojini një brezi të ri politikanësh, pa mëkate, me duar të pastra, zemra të bardha e shpirt të lirë. Besojini formimet e atyra mira të rinjve ekselent që kanë Partinë Demokratike. Besojni gjeneratës së re. Bëhuni ju garanti i këtij procesi transformues dhe historia do ju jetë mirënjohëse. E së fundmi do ta mbyll vetëm me një fjali. Partia Demokratike është bashkimi i mira zemrave që se braktisën edhe kur u lënduan prej saj. Gjaku i atyre që nuk u larguan edhe kur u tradhtuan. Faleminderit. Përshëndetje. I nderuar doktor profesor Sali Berisha, i nderuar presidenti i Partisë së Lirisë zoti Ilir Meta. Unë e Endrit Dervishje, marr fjalën këtë foltore për të folur fjalë të thjeshta, të vërteta dhe për arsye se ne njerëzit e thjeshtë, pra populli i thjeshtë duhet të ketë vetë gvishtin në plag. Aty ku kemi interesin tonë dhe aty ku na dhem, fjala pikërisht në përjetën që njerëzit e thjeshtë po bëjmë sot në qeverisin e korruptuar hajduta kriminalet e Edi Ramës që po udhëheq sot Shqipërinë dhe shqiptarët. Kush janë hallet e shqiptarëve?
Sot ekonomia është shumë dobët. Sot përballimi i jetesës që vjen nga kjo qeveri masakër, rilindja, faktet janë arsim ka shkuar në nivel 0. Shëndetësia 0. Ndërsa për duktet prodhimit që janë skandali prodhimit serb i skaduar. Çdo gjë në këtë vend vjen në nivel 0 nga kjo bandë që na udhëheq sot. Në nivel 0 edhe invalidëve që nuk u jep pjesën e vet, shpërblim që jep patronazhistave të vet, ky qelpsir i këtij vendit ton. Ju faleminderit. Mirëmbrëma, jam Alfred Plumi, njën nga ju, antikomunist, antisocialist, por mi të gjitha kundër shoqërisë hapur. Kjo është më rrezikshmja dhe pikërisht kjo përfaqëson këtë shtet të degraduar. Qeveria është në garmat e funit. Uragani konservator do të shkatroj Ramën ashtu si shkatroj Ramaduron. Përveç kësaj, asgjë nuk e ndal Partinë Demokratike prej triumfit, sepse Partia Demokratike ka bërë historinë më të shkëlqyer në Shqipëri, futi Shqipërinë në NATO, ndërtoi infrastrukturën moderne, krijoi shtetin ligjor dhe funksional, bëri shqiptarët për herë të parë me prona, por edhe gabime ka pas se kush punon edhe gabon. Ne sot duhet jemi të vendosur dhe të bashkona të gjithë në shesh. Kush është opozitari vërtet, vjen në shesh, t'i lëm gjërat e vogla. Për Shqipërinë duhet ka përcejmë çdo gjë, të bashkohemi si dikur Gjergj Kastrioti kundër Gjon Turqve për të shkatruar këtë regjim kriminal. Të dashur vëllezër dhe motra, e pat flakën e fundit që ja futën tregut. Për çfarë e bën? Thjesht për narkotrafikantët, për pastruar parët e tyra me nërtim. A ka më kriminale se çmimi për banesa sot në Shqipëri është më i nalti se kudo? E pse ndodh kjo në një vend që nuk prollohet, nuk ka punë dhe nuk ka asgjë? Ndodh sepse ky është narkoshtet. Prandaj ka një lajm shprese që një ajatolla po bie në Tiranë dhe një ajatolla tjetër do bjerë në Tiranë. Fitore, fitore! Mirëmbrëma, i nderuar kryetari i Partisë Demokratike Dr. Sali Berisha, i të nderuar demokrat, unë quhem Marlis Vuthaj, maturant në shkollën Petranini Luarasi. Jam këtu si i ri, si qytetar, si dikush që jeton çdo ditë realitetin e këtij vendi. Sepse për të kuptuar situatën në të cilën vendi jonë është fundosur, nuk të vojitet mosh as përvojë për vetëm guxim për ta parë realitetin drejtën në sy. Demokrat dhe demokrat, shqiptar të ndershëm, sot Shqipëria nuk qeveriset, por mbahet peng nga një njeri që ka shndruar pushtetin në propagandë dhe shtetin në pronë personale. Edi Rama premtoi rilindje, por solli shkatrim. Premtoi shpresë, por detyroi rinin të ikë. Premtoi drejtësi, por ngriti një sistem që mbron pushtetin dhe godet kundërshtarët. Kur më parë Shqipëria nuk ka qenë kaq e varfër. Kur më parë njerëzit nuk janë ndjerë kaq të braktisur. Dhe kur më parë nuk ka qenë korrupsioni kaq arrogant. Edi Rama nuk dëgjon, nuk përgjigjet dhe nuk mban përgjegjësi. Ai flet, tallet dhe fshihet pas propagandës, ndërsa shqiptarët paguajnë çmimin çdo ditë. Ne i themi sot qartë, mjaft. Mjaft me mashtrime, mjaft me tallje, mjaft me një pushtet që mundon se Shqipëria është plaçk. Partia Demokratike është këtu për ta rrëzuar këtë arrogancë me votë dhe për t'i kthyer shtetin qytetarëve dhe për t'i dhënë fund një epoke dështimi. Koha e Edi Ramës ka mbaruar, ndryshimi po vjen. Dhe kam një thirrje për ato që brenda Partisë Demokratike ecin si gjarprit në ngur apo si qenë që kafshojnë të zotin e shtëpisë. Ndaloni dhe bashkohuni me ne sepse uragani jon do ju marrë përpara. Rrof Partia Demokratike, rrof Shqipëria. Kam derin që t'i jap fjalën të nderuar doktor Sali Berishës.
Mirëmbrëma dhe përshëndetjet më të përzemërta ju, demokratëve dhe demokratëve, qytetarëve dhe qytetarëve të pamposhtur në këtë shesh, që përcilli nga kjo rruga, ky shesh, ky bulevard, mesazhin e shpresës, mesazhin e fitores në të katër anët të Shqipërisë. Të dashur miq, viti 2026 do shkruhet me germa të arta në muret e kohës si viti i antidiktaturave, si viti në cilin popujt e autokracive arritën t'i përmbysin njëra pas tjetërës ato. Prej 2 javësh, rrugët e Teheranit dhe qyteteve tjera Tiranit janë të mbushura me opozitarë të guximshëm trima, të cilët pavarësisht nga masakrat, breshrit e ajetullave obskurantist, ecin të sigur drejt fitores. Asgjë s'mund të ndalë një popull të vendosur për të mbrojt idealet e tij të lirisë. Asgjë s'mund të ndalë vrullin e tyre, guximin e tyre, hovin e tyre pa triumfuar. Dhe ne këtu vim sepse kemi këtë besim, sepse besojmë në idealet tona të drejta dhe se besojmë se këto ideale do triumfojnë së shpejti. Ne kemi përballë sot regjimin më karikatural, më të turpshëm, më të dekompozuar në Europë dhe në botë. Regjimin që kudo që ta prekish, rrjedh vjedhje dhe vetëm vjedhje të shqiptarve. Regjimin të cilin i cili mbahet në këmbë me mashtrime, me propagandë, me trillime. Regjimin që pret nga ne qytetarët t'i japim ndëshkimin që meriton. Miqtë e mi, Edi Rama, ndërkohë që shqiptarët janë vendosur t'i japin ndëshkimin e merituar, po ecën drejt grushtit shtetit, po ecën drejt bllokimit të sistemit të drejtësisë. Ai në një akt të papërgjegjshëm sfidon dhe poshtron shqiptarët çdo ditë, duke u nxjerrur maskën e tij, lubim bukun, për t'u thënë atyre që ne as që pyesim për ju, po ja ku do të themi ne këtu në emër tuaj. Edi Rama edhe ne në mënyrë absolute nuk do t'u pyesim për ju dhe do kesh fatin që meriton. Të dashur miq, opozita shqiptare ka vendosur të thrasë një protest me datën 24 janar, në të cilën t'i japi mesazhet e qarta për fundare Edi Ramës. Hiq dorë nga grushti i shtetit, prano ligjin dhe kushtetutën, përndryshe do të nxjerrim ne jashtë ligjit, jashtë kushtetutës. Ndaj dhe ftoj qytetarë shqiptar me 24 të gjithë në këtë shesh për të treguar
fuqin e bashkimit të shqiptarve, fuqin e guximit të shqiptarve, vizion e tyre, shpirtin e pamposhtur të popullit opozitar. Të dashur miq, këto ditë që na ndajnë është jetike që secili prej nesh të ulet rafsh, të bisedojë me çdo qytetar, pavarësisht nga bindjet e tij politike, të bashkohemi, të bisedojë me çdo intelektual, pavarësisht nga qëndrimet e tij, të dal nga konformizmi, të mos harroj se konformizmi është smundja më e tmerrshme e një intelektuali, se konformizmi nuk i lejon atij të përmbush misionin e madh para qytetarëve, para popullit të tij. Të bëjmë gjithçka për një front të vërtet opozitar, i cili të përmbys diktaturën e autokratit, e kleptokratit, Edi Rama, narkodiktatorit të parë dhe të vetëm në Europë. I bëjë thirrje të rive, të ngrihen lartësinë e misionit tyre të shenjtë, hyjnor, gjenerate e tyre, është gjenerate e misioneve të mëdha, gjenerate e tyre, po përmbys diktatura dhe epoka, ndaj dhe ftoj çdo tri të këtij vendi, të ngrihet lartësinë e idealeve të tij, dhe me guximin, energjinë, të bëjnë çdo gjë për largimin e këtij regjimi armiqësor ndaj shqiptarëve.